Asë shkencon në psikologji komunitare, kineast me BA, me bachelor, në regji filmi dhe TV, ku e ka mbaruar Regjinë e filmit të Universiteti e Arteve, se psikologjin të mesdhetari. Dakor. Aktivist dhe recovering addict. Ç'do të thënë recovering addict? Recovering addict do të thotë një person i cili ka pasur probleme me varësitë nga substancat, i cili është duke u shëruar. A ke qenë veti? Po, dhe jam në proces shërimi, sepse është... Dhe kjo e bën interesante. Në teorinë e psikologjisë do ta quash veten gjithmonë që ti je një... Je në proces shërimi. Je gjithmonë në një proces, por nuk duhet ta shosh të thua që është diçka e... Dhe sa ku ke që ke hequr dorë përfundimisht nga drograt? Jo, ato jam Plas ka shen lidhje. Private, por prej disave kam hequr dorë, prej disa formave tjera më të dëmshme kam hequr, por prandaj me hashashin vazhdon për shumë. Jo. E ke lënë hashash? Hashashin jo. Është shumë e komplikuar për ta sqaruar në pak minuta. Jo, me pak fjalë, ke qenë përdoruesi të gjitha drograt? Gjitha llojeve, nga më të lehta tek më të rënda. Për sa vite? Po nëse llogaris që nga 18 vjeç, tani jam 28, po themi 10 vjet. 10 vjet me radhë. Dhe tani po flasim bashkë me sonde nuk e marr asgjë. Jo, përveç medikamenteve që marr çdo ditë. Apse me medikamente. Dhe pa gjumësi. Medikamentet janë më të këqijat madje për tu shkëputur. Po më kujtoa një bisedë që po ta bër me një mikun ton përbashkët Shpendin, që tha mund të kërkosh ndihmë, tha nëse shikon, dhe unë vërtet po kërkoj ndihmë, po dua ta bëj këtë apelin. Kujton njerëz se sa në thonjë za atij që mund ta paguajë. Ramsit 4. Nalt Madhni. Ramsi 4. Më kujton ato gazetat e dikursh me një kërkesë Nalt Madhnis së tij. Po fiks. Ai sigurisht e kupton sarkazmën. Po nëse më lejon, unë dua... Si unë për atë të kam ftuar. Jo, nëse më lejon, dua që si parantezë të lexoj një poezi që më fut në kontekst, ka të bëj me këtë. Poezi kush e ka bërë? Unë. A ke bërë ti vetë? Shkruaj dhe poezi, shkruaj dhe materiale eseistike, proza. Filma nuk e di a ke bërë apo jo, s'kem folur një bashkë një film. Po, një film me titullin Umbra, që flet pikërisht për varësinë ndaj drograve të një djali dhe marrëdhënien e tij me një baba që është i varur nga alkooli dhe prindrit e tij që janë të divorcuar, ndodhet në YouTube dhe në Vimeo. Kam bërë 2 dokumentare eksperimental që janë bërë me materiale arkivore, pra kam marrë materiale nga filmat e Kino Studios dhe nga filmat e Arkivit Malit Zi, i kam prerë dhe i kam rimontuar dhe kam bërë diçka poetike eksperimentale. Një autoportret për veten time shumë personal, edhe ai në YouTube, një dokumentar për një figurë folës të Radio Tiranës si quhet Agim Xheka ose me nofkën Aldebaran. Tani jam dhe duke punuar me një dokumentar tjetër, po për disa është në proces, nuk mund ta tregoj temën se kam si bestytnik. Po ku i punon këto, më falë që të pyeti, punon ke studion tënde? Kemi një studio modest. Që punoni disa, jeni një grup? Jo, jam vetëm, le të themi. A i bën vetëm gjitha? Punoj freelancer në shumicën e kohës, nëse më rastis në një projekt, ose nëse më lidh puna me dikë që është interesant, sigurisht që bashkëpunoj, por për momentin jam vetëm. Dare, kot të pyet, se është një pyetje që nuk e shmang dot vllai. Ylli se brat nuk kam pse e bëj sepse është nga Gurë e Madhe dhe jeton në Francë. Shi nuk kam çaj pyes, po ti në çfarë je në Tiranë? Ku jeton? Kino Studio. Që është dhe rruga Aleksandër Mojsiu, aktor i madh, Kino Studio, ish në Hollywood. Ati ke jetuar gjithë jetën? Po, aty kam jetuar gjithë jetën. Ati ke lindur, ke luar fëmijërinë dhe? Po, aty. Dhe mendoj që është e shënjuar. Mendoj dhe besoj dhe tek emri që ke, lagja ku je rritur, gjëra që të asociojnë që në fëmijëri, besoj që të ngelen në kujtesë. Për shembull, emrin Dario, shpresoj ta kem si për Dariusin e madh të përsis, si për Dario Fon. Dario Fon, po i qartë. Italian. E me shemit i italianët, duat të lexoj këtë poezi që i kam vendosur titullin në italisht Canto delirante primo. Që ka lidhje me apelin që do i bësh Ramsit 4. Ka lidhje. Këtë e kam shkruar në 2019. Dhe shka një vajzë me syza, është me ty, Dario? Jo. Dale, kush është? Se nuk e shoh në errësirë. Kush është? Në kesha janë tu. E kujt është? Që punon të MCN-ja. Është e MCN-s? Nuk dukesh fare në errësirë, dukesh komplet tjetër njeri, të kërkojnë ndjes. Kujtova se kishe ardhur me Dario ose me... Po, vazhdojmë. A Dario dhe? Canto delirante 1. Inferno titullohet. Ditën që Dante takoi Virgilin, unë isha aty. Të shijoja ndëshkoja mjerimin që më qëroj veç njërin sy. Tash do të filloj spastrimin shpirtëror, mendor.
faltore e kam bërë hidhrimin. Ndëshkimin e të lartit krijues pranoj ta marr. Po ai s'e ka qarë, se jam i marr. I marr isha ndjep, i marr do jem në varr. E zullumqar që mos i mbifta jo farë, thonë për mu. Por kur lakmitar, se s'dua as dinare as dollar, s'dua pallate, s'dua flori. Ama e pranoj, dua i ri të ri gjithni, dua verë të pi, dua të... Se dua jetën normale. I gjithë njerëzimi është manifestimi i disa stimulimeve virtuale, me pak fjalë një valle. Ndaj, a ka kuptim pys, çfarë ndodh nëse veten e mbys, dale se njerë po e ngrys, do dehem, deri në gjumë, e në mus do e përtyp të dilem një vjeçare, e dalë nga një mendi nga trestare e ëndrimtare, e shkaktare helmatisjes vetjake, verë do pi, bashk me ilaçe, sa ankthi që kam është përshesh pilaf pace, pace, dis, papa, baba, të dua baba, mama, të dua mama, gjyshe u bëfsh të gjyshe, vëlla u bëfsh jull qezar, gëzofsh are të vaftë të mbar, se unë po shkoj larg, po i këtë pi vere i lache, se unë isha aty ditën kur Virgjili takoj Danten, pra, në Inferno. Apeli që unë kam për... Bravo, një sekund, Ledio. Kjo meriton një big up për Dario. Ne do një big up. Vërtet ideor me verë dhe me ilaçe. Me verë dhe me ilaçe? Po, pra është literale në kuptim. Dante takoj Virgjilin, pra në ferë takoj Dante. Pra, Dario, trosh më bedi apeli që ti ke bërë të bërë sot, të fakt, nuk është tëndi personal. Po fillon nga vuajtja jote, apo jo? Pikërisht. Jo për të bërë ambasador i vuajtjes së tjerëve, por përderisa njerëzit më kanë cilësuar si një njeri me një mendje brillante, ku ta di unë nuk dua që në rast se mendja ime me vërtet është brillante apo ka diçka më shumë se sa pjesa tjetër e popullatës, nuk dua që t'i ikit dëm. Dhe unë i betohem në Altmadhnis, po dhe gjithë shqiptarëve, që ndër mendjet më brillant, ndër trut më brillant që më kam njohur në jetën time, kanë qenë njerëz që kanë pasur probleme me drograt. Dhe nëse nga njëra anë, këtu themi truri po ikën, po largohet, po migron, ai tru që nuk po ikën, po smuret dhe po kalbet këtu nga këto kancere që vinë vërdalë, si që thua. E qartë. Një fakt interesant, këtu në Shqipëri, Arjan, 70 kimikate kancerogene ka duani, dhe lule shtërët kanë 50, pra aty janë. Uji, si pas ekspertve, është jo i mirë, por jo vdekje prurës, pra edhe aji aty. Dhe me sa më rezulton, mua vetëm kokaina është i vetëmi produkt realisht i pastër, ku institucionet portuale, deri tek policia, deri tek prokuroria, gjithë institucionet e shtetit funksionojnë së bashku që ta mbajnë kokainën shqiptare shumë të pastër, në mënyrë që njerëzit ta pinë atë dhe të kenë meset merren. Kokaina sot ka vajtur me të njëjtin çmim sa një abonim celulari mujor. Ka rënë, domethënë. Po, ka rënë. Prandaj edhe është bërë një... Po ka rënë gjithandej në Europë apo vetëm këtu? Në gjithë Europën, po këtu për shkak se heroinën e kanë bllokuar talibanët, janë larguar njerëzit goxha nga heroina, po kokaina kur abuzohet është drogë edhe më rrezikshme. Domosdoshmë sa abuzohet me djegje dhe me shiring, pra kalojnë në vdekje, në psikoza, pra është më... Ore Dario, është e vërtet me që ti ke provuar vetë, është e vërtet që kur merr heroin, pra kur e bën tamam të punë, jo, shikon dhe përveç tira e fillon dhe shikon dhe elefant roz. Jo, nuk është halucinogen. Halucinogen janë LSD, kërpudha, këto, domethënë. Me këto shikon gjëra... Ato shikon gjëra të... Qa shikon, objekte, kafe, gjëra... LSD shikon këto fraktale... Vetëm mos i ba duar tu sepse nuk dihesh nga mikrofoni, po. Me LSD ose kërpudha shikon fraktale geometrike, pra shikon botën, sikur t'ishte një spirale... Regulluja të bjeri asë, të bjesh mbrapa. Dhe në përvojtime të parë me LSD, çuditërisht mua më ka ikur fobia e qenëve në mënyrë rastësore. Bjeri shu bam. Në përvojtime të parë të LSD-s ka ikur fobia e qenëve, kam pas fobi qenë të merë edhe pekinezët, dhe unë përqafoj një... Po mua e LSD-s kishë në frikë nga qenë? Jo, përqafova një pitbull dhe kuptova që njeriu është më i frikshëm se sa qeni. Po da ma mire ka. Ani këto janë përdorime sporadike që mund t'jenë të dobishme, disa kategorive të caktuara të drograve, por ka kategoritë të tjera të cilat krijojnë varësi dhe të
t'japin pesh mbi kurriz dhe të bën ato që të kontrollojnë ty, dhe ti nuk e kontrollon. Si është situata sot? Pijet më shumë se 10 vjet më parë? Është hapur në mas? Disa pijen më pak, disa pijen njerëzisht. Çfarë është rritur? Si është bilanci? Kokaina është rritur. Është rritur kokaina, ka rënë çmimi. Dhe në gjithë Europën, mendoj, me sa kam parë statistikat e fundit, jemi vendi i 5 në gjithë Europën për konsum kokaine. Seriozisht e ke? Po, unë kur kam qenë në Danimark në një qendër rehabilitimi, që më kujtua edhe nga biseda e mëparshme, nga 34 persona, pacient në atë qendër, 24 ishin shqiptar në Danimark, ku ishte 20.000 euro 3 muaj trajtimi. Ishin shqiptar të pasur, sigurisht, por shumica shqiptar, pjesa tjetër italian, dhe një pakicë suedez, danez, etj. Nuk po them që Europa nuk i ka këto probleme, pra në Berlin po të shkosh, e ke edhe jetën e natës, e ke edhe degenerimin apo degradimin në një formë edhe më të theksuar se sa këtu, por ke edhe alternativat tjera, ke parqe, pa fund. Kurse në Tiranë është bërë një katrahura tillë që ti del në qendër të Tiranës ose në pikat kryesore të atraksionit dhe gjen vetëm bixhoz. Por para sa ditësh e peti çka ka ndodhur atje tek diku te Fare nga liçeni. Po. Nga parku ana e Unazës. Ke pasur që ato që është brenda parkut, është i mbrojtur ajo. Ishin shtuar në beton, po shtuar në beton nuk i sa hektar atje për koncert. Se kush do këndoj. Edhe kam prish tani, kam prish komplet gjithë pemët, gjithë gjelbërimin. Koncerti Noizi. Për koncert, nuk ishte kush këndon tani. Noizi. Janë një dorë mirë DJ shumë. Janë DJ-t më të mirë në Europë. Të huaj. Po, patjetër. Primë ç'zi ka, e ka prish parku në plak. E pe se sa, ishte një çmenduri, e pe atë Dario. Po, e pash. Është në anë të rrugës, fakt mund ta shifni të gjithë që kalonin në Unas, hinin në Elbasan. Dikush ironi eks? Ej, shikoni, ktheni kokën majtas kur Elbasan ose djathtas kur vini për Tiranë. Pas të ktheheni atje te dalja e te thuaj te dalja te Diga, ktheni kokën djathtas, një tmerr i nivelet pa para valla, nuk ndodh që të hidhet beton në një park për të bërë koncert, qoftë me DJ mo. Ironia më e madhe dikush është që DJ që vinë luajnë një rrymë muzikore që të cilët e dëgjojnë një subkategori njerëzish, të cilët pretendojnë që e Dhe ky Ramsi 4 që e lë këtë janë liberal, që Ramsi 4 si lejon këto. Ambientin, dhe ndërkohë kjo subkategori pra po vendoset për të shkatruar ambientin. Pra kjo është dhe absurdi i madh. Dhe aty përdoret edhe goxha droga dhe substanca Po pra, po narkotike. kjo subkategori njerëzish të paktën duan ambientin, janë përdorues dhe kanë atë botën e tyre imagjin hipit, pra. Qartë. Hipit në Shqipëri janë ata që shkatrojnë ambientin. Kjo është absurdi më i madh, domethënë. Dario, tani është momenti. Po, apeli im është të hapim një qendër rehabilitimi fale, sepse jemi vetëm Tani është momenti se ti edhe kineast, valla, tani e njeh kamerën. Ja ku e ke të kamerën më dhe, është Ramsi 4 që po të shef. Të lutem, Ramsi 4, jo i dashur, kujdes, është mbret ai valla. Ramsi 4. Është intimiteti pa legjitim. I dashur do i thuash. Vetëm Zoti mund t'i them në altmadhnim me sinqeritet. Po ai është atje se Zoti do të jetë atje, kujdes. Dakor. Ka pasur faraoni Ramses ka pasur një fund tjetër të dhimbshëm. Mos e ngatroni me atë, nuk ka lidhje fare, përveç emrit. Edi Rama. Jo Edi Rama, jo nuk lejohet, jo. Nuk lejohet. Lutem. Po atëherë si? Kemi kaq i që ne pagëzuam. Rams. Dhe duhet përhapur kjo me shpejtësi, asnjë nuk ka drejt me t'i thotë përveç tyre të huajve Macronit e këta se për arsye tjera i thonë Edi. Ça va mon petit Edi? Ça va? Ça va Edi? Tu vas bien? Pe Macronin, para të ditë si e qelloi gruaja me shpull. Po. Ha? Pash. Ke para si i flet Edit? Po, e kam parë. Edi? Tu vas bien Edi? I thonë Edi. Ndërkohë që ky mund të fusi një shpull Macronit valla. Ky nuk është Edi, është Ramsi 4 valla. Edhe Erdogani Edi Abi i thon. Ha? Edi Abi i thon. Vlla Edi domethënë. Po, Edi Abi po. Kështu të lutem Dario, mund t'i përshtatësh rregullave të këtij emisioni valla? Ramsi 4. I 4, jo Ramsi 4. Ej, kujdes. Ramsi 4. Me romake, po. Është ndryshim i madh shumë vlla. Ramsi 4. Bravo. Unë jam Dario Aruni. Disa njerëz mund të mendojnë që jemi bashkëvuajtës në këtë pikë. Sepse ta akuzojnë që dhe ti je përdorues i shumë shqiptar të grenzave, që quhen ti. Por unë mendoj që nuk ka drogë më të madhe se sa pushteti për ty dhe për të tjerë. Megjithatë, po të drejtohem aq miqësisht sa mund të ma lejoj statura ime përballë teje. Të propozoj me shumë sinqeritet, me një analizë
profesionale dhe vetjake timen, që ashtu si që hapë sot një spital veterinar për kafshët, për qenë dhe për macë, që unë i dua shumë, të hapet dhe një spital ose qenë rehabilitimi për njerëz, për homo sapiens. Ta hapësh. Ta hapësh, po, ti Ramsis, i 4, ta hapësh një qendër rehabilitimi për të rinj, të reja, po edhe ata që kanë vajtur 40-50 vjeç dhe kanë ngecur në këtë mesele, të cilët realisht duan të ndryshojnë dhe nuk e kanë mundësinë përveç se të shkojnë jashtë në Serbi. Mua më dalin reklama çdo ditë, më dalin reklama të klinikave serbe dhe greke, maqedonse, bullgare, po shqiptare, maksimumi ndonjë me prapavi fetare, por që ne jemi vend laik, nuk dhe adiksioni nuk mund të miksohet bashkë me fena që kollaj. Të sugjeroj të hapësh një qendër rehabilitimit me një program miksi midis programit 12 Steps Program, që është i njohur në mbar botën, dhe programit të San Patrignano's, që është shumë i njohur në Itali, për të mund të pyesësh dhe homologen tënde Giorgia Meloni se si funksionon. Mund të marrësh një fshat, nga këto fshatra turistik të dizenjuar të destinuar për agroturizëm, të marrësh një sër personash të varur që duan të heqin dorë nga varësitë, ti vendoset te ky fshati, dhe ti vendosesh aty të punojnë në vreshtari, në baxho, në blegtori, në punë druri. Të lutem Dario, më fal, një ndërprerje të vogël. Kujdes, duhet të dukesh sikur po i lutesh, jo sikur po i jep urdhër, kujdes. E kam natyrën time. E di, po kujdes Dario, jemi në epokën e Ramsit të 4. Të lutem, më fut në këtë rol sepse është shumë e rëndësishme. Të lutem. Po mos e kena as nuk do ta kërkoja. Pra duke sigur i ke në formë lutje, të lutem, pra erë pasere, të lutem Rams, të lutem Ramsi 4, se vetëm ti mund ta bësh, po. Rams. Jo Rams, Ramsi 4. Ramsi 4. Të drejtoj këtë përgjërim, solem, të thellë, dal nga një zemër e vuajtur për veten time, por edhe për të tjerët, njerëzit e thjesht, por brillant, të cilët eksperimentojnë me substancat të ndryshme, por që brenda vetes së tyre kanë një karakter genial dhe që nuk mund t'ja lejojmë këtij vendi t'i humbasë ata. Mundohu, merre si këshill, të lutem, të krijosh një qendër rehabilitimi, një lloj fshati të vogël ku ne addicts, ne recovering addicts, të mund të shkojmë atje, të bëjmë punë me dru, çketi se i bëjmë vetë, domethënë, edhe të ardhurët i sillin vetë, nuk ka nevojë të marrin shumë fonde etj. Mund të bëjmë djath, mund të bëjmë merremi me vershtari, të prodhojmë verë atje, mund të bëjmë poçe me qeramik, gjëra të tilla, domethënë qylima me ato që do ashesin turistëve që do vinë. Mund të bëjmë shumë gjëra, të cilat do ta vetë financojnë këtë lloj qendër rehabilitimi që ne të vetë mbahemi, pra nuk kërkojmë shumë nga ana financiare, duam thjesht neve të jetojmë si njerëz normal, po kjo nuk arrihet vetëm me këtë lloj shëndetësie që kemi tani. Arrihet duke bërë disa hapa konkret, siç i ka e gjithë bota, ose siç i ka Italia që ke afër, kaq. Të lutem. Të lutem. Me zi më vjen Arjan. E di, po, ai duhet ta prekësh në shpirt, ai tha bëj se çfarë detyrimi ka, po nuk ju lutem. S'ka detyrim. Po s'dua që të presim vetëm këtë pastaj edhe të ngelem si Luci. Dario, ka 83, pas 4 vjetësh do ketë 94 mandate. Dario, eja me këmbë tokë, eja, se ke ardhur ndërkohë, po pi verë, po pi dhe medikamente. Eja me këmbë tokë, ç'është kjo harta që më ke dërguar? Jo atje, ke përballë. Atëre, aty thot me përqindje, vetëm një që dorën aty, po. Shtetet europiane sipas përdorimit të kokainës. Pra sa më errët tjetë ngjyra, aq më shumë kokainë përdorim. Shikon Shqipërinë atje? No, çfarë perle. Jo jeshile, është dhe Anglia, po blu. Mëna Anglia është errët fare, edhe Shqipëria. Çfarë më marrësit? Është e vërtetë kjo? Vërtet, po. Është shkencore kjo, është me të dhënat shkencore tamam? Po. Nuk është auiu, nuk është kot. Jo, Fal,
Disa herë kemi dalë, në 2020 kemi dalë në vend të parë, që ishte pandemia, di pse. Ma e kupton, pse mos Se jemi ishte krenar? veti biznes që lejoi hapur në pandemi. Jam vetë dëshmitar se kudo ma. Veti biznes i drogës, i kokainës? Ishte lejuar i hapur 24 orë, sepse vetë kam shkuar me duart e mia. Mos ja put kot. Po pse, ti nuk je vetëm konsumatori, edhe shpërndarës. Jo, vetë kam shkuar, i kam parë dyqanet hapur. Dakor. Pizzerit mbyllur, por spaqatorit vinë. Pastaj nuk janë dyqane, por janë njerëz që shpërndajnë. Pra dyqan. Apo që janë dyqane ambulante këta, që shesin kështu. Shitës ambulant. Çfarë perle, ka shumë, ama. Edhe përqindjen e anglisë shqiptarët e ngarrit fakt. Po, pikërisht. Shqiptarët që banojnë angli. Po. Ja, mos exagjerojmë tani. Nuk ka anglez, më thënë duhet të ketë më shumë Anglezët nga neve ankohen, domethënë. Anglezët në Dhe jo vetëm anglez, tyre, anglezët janë më pak tani, janë të huajta më shumë, ata që jeton atje. Sa është numri tani, duke se është përmbysur apo jo? Ose e kanë rrit anglezët që banojnë. Britanikët ankohen në për ato portalet e tyre, thonë shqiptarët e kanë mbushur vendin me drogë. Ose me krim, ose janë mafje shumë brutale. Janë dhe klishe, janë dhe klishe këto. Nuk janë dhe aq klishe. Ai në 60 milion që ka Anglia tani e mano, por sa janë këta tanët? Nuk janë dhe aq klishe. Nuk e di me shifra. Nëse më kjo ngjyra është interesante. Po. Anglia nxin komplet njëherë. Greqia çuditërisht që ka zbardhur. Po pse çuditërisht? Kush ka bërë Se ka turizëm të madh, supozot, turistët duan të argëtohen, po ja që e gjenë argëtimin pa konsumuar. Pa konsumuar. Po. Ose konsum të pakët. Je i bindur që është e vërtet kjo artë, është e updateuar tani, e kujt viti është kjo? Kujt viti janë? 1 year ago, një vit më parë, thotë. 2024-s? Po. Ka dhe artë tjera shumë të ngjashme, domethënë, varet si e përdor atë matsin, kjo është me përqindje, ka tjera që e listojnë. Po mirë, Spanja që ka jo mirë. Po dhe Spanja ka shumë shqiptar. Nuk ka leje me shqiptarë, dëgjom. Okej. Nuk beso se janë këta kokat. Ishin ata koka, nuk do ishim ky vend që jemi, por do kishim tjetër gjë. Dëgjom mua. Nuk e besoj shumë të gjë. Pse një kokë të madhe? Janë bashkë me Ore, ka dhe shqiptarë, por nuk janë vetëm Ore, shqiptarë. kokët më të madhe kemi këtu, në kryet shtetit. Që na duhen kokat të tjera? Jo, një sekundë masi, çfarë them masi? Kokët më të madhe e kemi në kryet shtetit me njeriu më të ditur. Më të ditur. Po pra. Pra, dakord. Tha mos e për kokën më të madhe. Jo, në kuptim. E që me këtë punë e kokës kujtove një histori, di me kokën? Jo. Ta shtesenoj, po, thuaj që një gjyqtar, se ka di, i matë po bënd të gjyqin dhe i mërë shumë të ardha para. Dhe një qytetar finok, i cili dinte që a i mërë të ardha, kërë ullet në bankën e të akuzuarit, e bënd me shenjë që kam një qyp ka ishtë madhë. Edhe i bëj drejt e mbaron gjyqin dhe i threjt, i thot, hajde këtu po, i thot. Ku i kja to, i tha, Florin që më the. Jo, i tha, unë thash Flori, kur bërat shenjë, po qa the? Unë thash sa të madhe pas ke kokën, pa le sa truk e brënda. Qarë perle. Me pak fjalë, unë të falenderoj jashtë mase për këtë... Falenderoj të. Ishte perlë ndërhyre jote, ishte pa parë, dhe mënyra se si u drejtove ati, Ramsit 4. Unë jam i bindur që do të dëgjoj. Nuk e di, vlla. Dario e bërit vetën. Duhet të ketë disa si Dario që ta bëjnë. Unë jam i gatshëm Dario, nëse ti ke edhe njerëz tjerë që militojnë si ty. Po, ke për shembull Zhakun, ka një linjë të ngjashme tek disa. Kush është Zhaku? Zhaku që erdhi që deshte të legalizonte, në disa pikë jam dakord me të. Zhaku që jeton në Gjermani? Po, sepse po vetë Zhaku, se Zhaku s'është në Gjermani. Ka psikolog me mjek që unë ndjek, të cilët thonë që më mirë për një person që ka varësi të jepet versioni farmaceutik i asaj droge. Qartë. Në mënyrë të tillë që krimi mos financohet nga versioni ilegal i kësaj droge. Pra kur e prodhon shteti, është kontrolluar, është më mirë për të saj. Ramsi 4, a është duke e bërë të gjë, a u legalizua kanabis? Kanabis është të gjë, po ke 10 lloje të tjera droge. Se ti je për të legalizuar gjitha drogat? Për të legalizuar, për të prodhuar në mënyrë farmaceutike, siç kanë qëndruar. Freudi ka pas pirë kokainë farmaceutike, morfin farmaceutike, Hitleri pinte morfin, heroin, diamorfin, metamfetamin farmaceutike, dhe janë ndryshe nga ato versionet rrugore që kanë edhe përzierëse të tjerë brenda, dhe ato shkaktojnë vdekjet, shkaktojnë infeksione, se nuk dihet çfarë gjëra hedhin brenda. Dhe ka shtete që e kanë bërë Zvicra, Portugalia, Hollanda, dhe i ka ecur. Te kjo pikë pajtohem me Zhakun për shembull. Ka njerëz tjerë që mund të shtojnë pika tjera që ku unë jam pak ekspert. Unë nisëm nga ajo ime, nisëm më shumë se provokim, se nga çmimi. Ti ke përjetuar vetëm dhe ishte shumë interesante, prandaj të ftova dhe pranova me kënaqësi që të vije këtu sonte. Do të lë fjalën e fundit të Yllit. Nuk e di pse. Ylli do ikë prapë, po le të jo. Kam gjetë dhe sozinë e Darios. Si? Kam gjetë dhe sozinë e Darios. Ka gjetë sozinë e Darios. Jam shumë kurioz. O, e di, unë për një sekundë, mos e nxil le të jo. Mos i ngjan këtij morbur, thuaj piktorit Dalia, si e ka pas emrin? Salvatore Dalia. Dalias, po. Edhe nga Musaqet e pa nga hunda dhe nga gjigant. Jo nga truti, jo nga pamja. Po mund të gjash nga tusa, nuk e di s'ka qenë tamam. Nuk është Salvatore Dalia, le të jo. Jo.
Ja ta shohësh. E ke gjetë fix? Ua! Kush është ky? Çfarë perle? Kush është ky Letjo? Okej. Cilë nga këta? Daltonët. Okej. Si quhen? To janë 4 personazhe që quhet Daltons. Po pra, i kam parë. Daltonët e famshëm, po. Memoria më ka lënë dhe mua janë pas. Po nuk i ngjan, pse i ngjan shumë thotë Letjo? Patjetër. Ja shikoj. Po isha asmandil ato vizat e burgut të bërë. I gjati nga e majta është. I gjati nga e majta. Jo ai që ka nxjerr dhëmbët, tjetri. Jo, tjetri. Tjetri, e. Në fakt ka një gjë, ë? Mos sa që të paktën i ke pak. Dario. Edhe forma kokës. Këta janë Daltonët e famshëm. Urdhra? Le Dalton, këta janë Daltonët e famshëm. Janë figurat njohura shumë të Po, i kam kalamajt. parë në fëmijëri, po pra. kujtesa nuk është se. Rosh Letjo. Ilir Kulla që ishte këtu pak më parë ka një shprehje. Që është me fjalën kadi. Po mo të më kujtosh puna si se unë e harroj. Kur të A Letjo se ti e marr mend. Kur të trajton mirë Kadiu, nuk të bë dermonas. Jo pra, por nuk është shumë Letjo, unë dua fikse por. Jo, po ishte gjob nga ama se ma tha. Jo nuk është gjob, jo nuk është gjob. Fjala? Apo jo, apo e këtë fjalë? Jo, kur është e shkruar atje. Okej. Okej. Ima është figurative ajo. Kulla e ka perlat e rëgës, të bën do gjaz Kadiu. Pra kur të... Pas Perëndia. Kur ta fut Kadiu të bën gjaz Perëndia. Po jo mosh me rimo, por... Je thot, kur të përdhunon Kadiu, nuk të bën dërma as Zoti. Kështu e thot Kulla. E ke dëgjuar? Kadia Perëndia, ndoshta e thonë anë. Jo, Kadiu, thot ai, nese e bukur shumë. O Kadi, dëgjoj Arianin, kur do ikësh në Francë prapë? Pas nesër. Pas nesër. Atëherë dëgjoj. Ore, s'të pyeta ku jeton në Francë? Metz, Në Metz, ë? është në kufim e Luksemburgut. Në kufim e Luksemburgut dhe do të jetë një 4-5 orë nga Parisi? Diçka tillë, 300 kilometra. Tani këtë kopje do malesh mua. Po, patjetër. Dhe erdhëm Letjo, qëllimi është që ti ta botosh shqip apo jo? Do të thonë, është një apel për gjithë ato që mund të më ndihmojnë për ta sjellë këtë libër në siç e quaj unë në gjuhën e nanës. Bukur. Atëre unë me Marsitin do interesohemi për ta. Unë e premtova dhe Problemi është që ti e ke përkthyer librin. Se ti e ke shuar një shqip apo jo? Po, në shqip është i përkthyer në frëngjisht, domethënë kam në kompjuter, është shqip, sepse unë shkruaj gjithmonë shqip. çfarë të frymëzon zakonisht? Jo, tani mbaroj emisioni. Çfarë frymëzon po Dragongu? Kjo është pyetja. Jo, po çfarë frymëzon është ishte emision do kur të vi prap Kadiu do vite unë, vase nuk është edhe parë. Nuk është edhe fundi që vjen Kadiu, do marr prap. Do marr momentin do bëjmë librin vllai, do kemi në shqip. Do themi zonë e liri mban premtimet. Po e premtoj publikisht ne do ta zgjidhim këtë punë. Ti si e premton ti? E premtoj se është puna ime që Kushton libri, jo e Marsin. di. Kushton botimi një libri E vllai. di. Je i sigurt? Po. Po jo një kopje vetëm. Ka një kopje? 100 kopje minimalisht. Okej. Ylli, ditën që do gjejmë njeriu në Marsitin, njeriu, shpinë botuesve fjalë. Un kam një mendim, mund t'i themi Pegit, Loreta Berhamit. Po gjithsesi, edhe nëse do jetë Loreta, që e përshëndesim nëse na shikon, nga Zvicra. Henri Qilit, për shembull. Do i themi Qilit, nuk e di se kush, po do ta gjejmë një person. Është një libër shumë i bukur, domethënë Dgjoj, do flasim për librin në momentin do votojmë shqip. Tani nuk ka kuptim flasim kur është frëngjisht. Dakor, ti dakord me mua. Edhe ne ti themi shqiptarëve që e mbajnë fjalën kur e premtojmë. Në Kosovë, jo kam